Përshëndetje shpirtra në evolucion, si që shikoni, sot prapë është një ditë shumë e bukur dhe duke ecur, tash të bëj dhe një video të vogël për të gjithë ju që keni bllokuar veten tuaj, jetën tuaj, mirësitë tuaja dhe qëndroni për shtëpitë tuaja, nuk dini si të dilni nga kjo gjendje. Një, kam thënë dhe në video të tjera, sido që t'jesh, ngriu dhe bëj një shëtitje të vogël sikur edhe rreth shtëpisë tënde 10 minuta. Përqafon do një pemë. Dhe thuaj asaj pemës të gjitha ato që nuk mund t'ja thuash as vetes tënde. Dhe të shikosh që do ndjesh e çliruar i çliruar. Dhe gjëja tjetër që dua t'ju them sot është që ai dinje që në qoftë se si në vendin tënd, si prind, në qoftë se je nën ose babë, në qoftë se je fëmijë, në vendin tënd si fëmijë, të kesh hierarki, atëre bllokimi që të ndodh në gjithë fushat e jetës është nga që si në vendin tënd dhe ke marr peshat e të tjerëve dhe je në vend tjetër. Çdo të thotë kjo, për shembull, je nënë ose baba dhe je në vendin e fëmijës. Je fëmija e dytë dhe je në fund tek fëmijë, do më thënë në vendin e fëmijës më të vogël. Je baba dhe nuk je në vend të parë si kryetar familje, sepse për herë meshkujt janë ata kryetarët e familjes, të parët fare. Dhe ti ke hyrë në vend të një fëmije, për shembull të fëmijës tënd të parë. Kjo do të thotë që ti nuk je në hierarki, nuk je në vendin tënd dhe e shumta për të gjithë ne prindrit do të thotë që ti nuk merr përgjegjësinë e jetës sepse ke marr pesha të tjera nga familja ku je rritur dhe mund të kesh qenë atje prindi prindërve tënd dhe tani në familjen që ke krijuar ti nuk do të marrësh përgjegjësi. Dëgjojeni këtë video shumë herë. Shpërndajni në shok në miq, në të dashur, ta shikojnë. Dhe në qoftë se do të mësosh që te kush nga prindrit je përkushtuar dhe bllokon veten tënde me anën e sëmundjeve, me anën e gjendjes ekonomike të rëndë, që kërkon ose punon shumë dhe prapë së ngelen lek ose zgjen punë, ose në të gjitha drejtimet dhe më shkruani këtu poshtë ku e keni bllokimin ju në jetën tuaj dhe t'ju jap pak a shumë një përgjigje të shkurtër, sepse në qoftë se dëshironi që të mësoni të vërtetën dhe në çfarë pozicioni jeni në hierarki në shtëpinë tuaj, duhet të bëjmë një terapi private që të mësoni vendin dhe jo vetëm të mësoni, sepse siç kam thënë, unë nuk bëj vetëm parashikime, se këtë është diagnoza, një parashikim. Puna është të bëjmë zgjidhjen, të gjejmë zgjidhjen. Dhe kuptoni të gjithë juve që më dëgjoni, më ndiqni, më shikoni. Unë nuk jam këtu vetëm të dëgjoj histori të tuaja, sepse në qoftë se do filloj unë të them historinë time, do lodheni duke më dëgjuar. Puna është që të lejmë çdo gjë që na ka ndodhur dhe të shkojmë direkt te zgjidhja. Sepse çfarë ka kaluar, mos u merr me të kaluarën. Shiko të jetosh të tanishmen. Do thënë të tanishmen shikoni, një vend shumë i bukur që mund ta fillosh ditën çfarëdo që të kesh për të bërë, të gjesh pak kohë që të vej dita mbar. Dhe në të njëjtën kohë, te axhenta magjike, ju kam thënë, bëni të paktën ato 6 ushtrime të mëngjesit që do t'ju marrë vetëm 10 minuta. Ka shumë mënyra si mundesh ti të dalësh nga aty ku je, por duke mos bërë përpjekje fare, edhe duke u qarë dhe duke ndentur në ankesë, nuk mund të dalësh asnjëherë nga ai vend. Prandaj, së mos muaj prill, kam thënë prapë në fillim të muaj prill, jemi akoma në fillim, nuk do bëjmë asnjë ndryshim në qoftë se ne nuk bëjmë diçka ndryshe nga ato që kemi bërë deri tani. Universi, energjitë e forta kërkojnë që ne të punojmë me veten, të hyjmë në zhvillimin personal të çdo personi për veten e tij dhe të shikoni që mundet të mos bësh hapa të mëdha, sepse tani fillon, po mund të bësh një hap përpara dhe të dalësh atje nga balta nga luca që
po të thith gjithmonë e më poshtë. Gjithçka është në dorën tënde. Unë jam Merita Cake, terapiste energjike, trajnere e zhvillimit personal, coaching, që shkrimtare me 4 libra që janë 2 në greqisht, 2 në shqip, që mund të punosh dhe me ato, mund të dëgjosh dhe video dhe të bësh ndryshimin tënd pa lek, por pa bërë asgjë, nuk mund të bësh vërtet asgjë. Të gjitha, edhe mua që më shikoni, nuk kam qenë këtu ku jam, kam qenë dhe unë në vendin tuaj, ndaj ato që them nga përvoja ime, që kur ri dhe lidhesh me të kaluarën, qahesh, edhe thua, ua, çfarë më ka ndodhur mua, pse bën të gjitha tek mua, pse o Zot më jep të gjitha mua, të gjitha këto që po ju themi kam thënë dhe unë. Prandaj, ja u jap të gatshme të gjitha që duke ndenjtur në ankesë dhe në të qarët, në mizerje, nuk fiton asgjë, por vetëm ke humbur veten tënde, mund të sëmuresh, mund të fryesh, mund të vesh peshën në trupin tënd, sepse ato janë pesha, po kuptoje pse të vinë ato dhe bëj veprim. Ju përshëndes, ju dua shumë dhe shpërndani videot dhe këtu dhe në YouTube, regjistrohuni që të gjitha videot që vej të reja të arrini të shikoni, dhe po dhe për ty që nuk mundesh të bësh terapi private, sepse dihet që ato është koha ime, është puna ime dhe me pagesë, mund të hysh çdo të mërkurë në terapitë që bëjmë ndërmjet Zoomit falas, mund të shikosh të gjitha këto dhe çfarë do që bëj unë falas. Por kur duam diçka për veten tonë, në vend të vëmë të blejmë një bluzë, një markë, të vëmë të amë në një restorant që duam të dukemi, ose duam të tregojmë të tjerë shiko dhe ne shkojmë i bëjmë këto, bëj një investim tek vetja jote, sepse ajo nuk do të të zhgënjejë as edhe njerë, sepse do bësh ndryshimin, evolimin tënd, sepse ke ardhur këtu për evolim si shpirt. Nuk erdhe ta zhbukë të flesh, e të luash, edhe ti jesh në atë krenarinë e tepërt, ose në mendjemadhësi, ose në xhelozi, pse e bën ai person këtë ta bëj dhe unë. Largoj këtë lloj mënyrash që të jesh diçka tjetër, të jesh si ai tjetri që shikon. Po bëu dhe lidhu me veten tënde më të mirë, më të lartë, sepse të gjithë ne kemi ato cilësitë dhe talentet tona dhe mund të ndryshojmë jetën dhe jemi të përsosur, të bukur, kështu si jemi. Nuk është nevoja të jemi diçka tjetër. Një ditë të mbarë, një të shtunë të diel të mbarë në familje tuaja, shikoni sa ju në familje jeni në vend të burrave, ju burrat, dhe sa ju gratë jeni në vendin e grave. Pavarësisht se ne gratë kemi shumë forcë dhe kemi dalë tani në punë dhe po ju tregojmë meshkujve që ne mund të nxjerrim lekë dhe njëra tjetrën, ne duhet të kuptojmë që jemi në krahun e majtë të burrave tonë. Dhe forca jonë është kur ne i lejmë burrat që të arrinë të jenë në vendin e tyre dhe ne ata të japin dhe ne të marrim. Dhe në të njëjtën kohë nuk mundesh në një familje të shkojnë gjërat mbarë, kur në vend të burrit është gruaja e para, sepse me hierarkinë nga Zoti, nga universi kemi ardhur që burri përmbushet, mbush kupën e tij, jep te gruaja, gruaja mbush kupën e tij dhe nga teprica e saj jep te fëmia e parë mbushet dhe jep tek fëmia e dytë, e tretë dhe kështu me radhë. Dhe këtu dua të them që në qoftë se ke fëmijë, ti nen ose babë që nuk janë lindur, ke bërë abort me dashje ose pa dashje, nuk kritikojmë, të dish që këta fëmijët e palindur janë një nga shkaqet që në familjen tuaj nuk mund të shkoj diçka mirë, sepse ata duhen parë dhe duhen njohur dhe t'jenë dhe ata në vendin e tyre, pavarësisht për një qëllim nuk arritën të vinë në jetë. Prandaj shkaqet janë shumë, nëse do të mësosh dhe do të lirosh dhe vërtet do të bësh terapinë, mund të lidhesh me mua te telefoni 0030 699 321 46 37 që të kesh edhe zgjidhjen. Ju përshëndes, ditë të mbarë.